Shqiptarët blejnë ilaçe deri edhe 5 herë më shtrenjtë se vendet e rajonit dhe Europës. Këto janë listat e ilaçeve të bëra publike nga Ministria e Shëndetësisë, shoqëruar me emra konkret kompanish farmaceutike që u shesin qytetarëve ilaçet pa e reflektuar uljen që ju bëjnë kompanitë mëm. Ministri Ilir Beqaj është përballur për herë të parë pas disa muajsh debatesh në distancë me grosistët e ilaçeve përmes forumit të iniciuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë. Vaksina e gripit është 1.5 herë më e shtrenjtë në Shqipëri. Prodhuesit u japin jashtë dakordësisë me qeverinë, tregut dhe zinxhirëve, hallkave në zinxhirin e tregut, një diskaunt që rezulton 15.4% në mënyrë mesatare. Vlera si diskaunt në gjykimin tonë në mënyrë të papërligjur që mbetet tek hallkat e ndryshme të zinxhirit të tregtimit do të jetë 17 milion euro apo 22 milion dollar. Grosistët kanë mohuar faktin se përfitojnë nga uljet e çmimit të ilaçeve. Ata kanë kundërshtuar sekuestrimin e 7 milion dollarëve medikamente nga qendra e kontrollit të barnave. Sipas importuesve, ato janë ilaçe variacion, ndërsa ministria i shikon si kontingjent që mund të hidheshin në treg pa u regjistruar më parë. Kemi nga këto raste që thua ti 7 milion dollar barna të sekuestruara, pikërisht sepse nuk kanë qenë konform rregullave të importimit të barnave në Shqipëri. Zoti ministër, është vërtet që miratimi ka ardhur pa miratim variacion, është vërtet, por nuk është objekt sekuestrimi me bazë ligjore. Është futur një bar që është i lishëm, i regjistruar, i rregullt, me një bar që është i njëjti bar, po vjen nga Turqia, që çdo gjë ka të ndryshme. Aty bari, po të vjen nga Greqia, i ndryshon vetëm gërmat, dhe ai për ne bash kontraband. Pra, në kjo se ju thoni që zotri ka ardhur një import gabimisht, përpara se të vijë inspektori, jo pasi vjen inspektori dhe e kap. Edhe pas këtij debati, Ministria e Shëndetësisë ka theksuar se nuk do të tërhiqet nga rregullat e reja për regjistrimin apo riregjistrimin e ilaçeve në vend.